Gjesil Kaplana, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë në ceremoninë e Shkodra Sport u shpallat talenti i vitit 2025 në sportin e futbollit. Është bukur kur merr një vlerësim? Është tepër bukur edhe radhë parë desha të falenderoj ty për vlerësimin që më ke bë. Edhe jam një shumë mirë që e kam fituar këtë çmim. Do të jetë një nxitje për karrierën tënde një vlerësim i tillë? Do të jetë nxitje se normal kur fiton çmime dhe merr sa më shumë çmime dhe ty të rritet motivimi për me fillu sa më lart. Si e përjetuat në familjen Kaplane një vlerësim të tillë? Përjetuan shumë mirë edhe mas çmimit i nxora dhe i drejt. Kush gëzohet më shumë në familjen tuaj kur Gjesildi ka një sukses? Me ta thonë drejtën tonë gëzohen me fillu për të gjyshi, të gjyshja, të babi, të mami, të vleznit, të motra, të tonë mbështesin edhe gëzohen të tonë. Po kritiku më i madh i Gjesildit kush është? Babi, normal, babi. Pse ke zgjedhur futbollin, Gjesild? Futbollin e kam zgjedhur sepse kam pa vllon, qysh në moshën 5 vjeçare, kam pa vllon tu luajtaj futboll, e do të futbollin, e shifra që kishte pasion te, edhe mu më duk një gjë që ka më pëlqyer edhe mu, se më pëlqete me ndjek hapat e vllas. Ndryshe nga vllai, Xhuliani që luan mbrojtës, ju jeni në sulm. Pëlqen reparti i sulmit, të shënosh gola? Më pëlqete me i dol kundra vllas. Në shumë raste, për shembull vllai mbrojtës unë sulmu, lushim shumë herë ku 1 kundra 1 aty ku jetoshim, edhe i kena bate mundësi të dyve për me fillu sa më shumë edhe mu forcu. Si ka qenë jeta deri tanishme e Gjesildit? Ju keni lindur në Greqi. Pa. Kur keni mbritur në Shkodër dhe cilat ishin hapat e parë për të regjistruar tek një ekip futbolli? Hapat e parë kanë qenë mes vllaznisë edhe një ekipi tjetër që na tha babi, ka qenë Atletikoja, Atletik Klub Shkodra. Edhe ne thome të fillojmë të i herë të ky ekipi, të fillojmë nga fillimi, mase ne ka dalë sa më lart. Edhe fillume për të Atletikoja. Të Atletikoja kam fillu në moshën unë 1 muajt, që mase na jetën një aty deri U15 viti i dytë, që pata një karrierë shumë të mirë, edhe me trajnerë që kam pas që kanë mbështetë tana xhanat. Edhe të U17 viti i parë erdha te vllaznia me profi Gilmanin, që edhe një aty ka marrë vlerësime shumë të mëdha, më ka mbështet, më ka dhënë minuta që adin thosha viti i parë superiore s'ka me pas fort minuta, se normal kur vjen për amatorët me ikë në Super League është pak e vështirë. Tek Atletik, kush është trajneri juaj i parë dhe cila ka qenë porosia e parë që ju ka dhënë? Trajneri jemi i parë ka qenë profe Erjon Mandi, edhe më ka thonë vetëm vazhdo kështu si je, se kemi arriti ditë. Dhe ti kishe një ëndër se do të bësh dikush? Ëndër e kam pas, po nuk e besosha kaq shumë, se vllaznia kur kam qenë i vogël më dukte shumë nelt, që ka me qenë një ëndër shumë e vështirë për mua kap, por kështu me vazhdimsi shoqëria arritme. Ju sot luani me ekipin U19 vllaznisë, por jeni edhe futbollist tashmë në kontratë me ekipin e parë vllaznisë. Po ju realizohen gradualisht ëndrat tuaja? Po realizohen, po kam edhe prapë më shumë ëndra, se normal që synoj edhe në Europë, se nuk marrën rrugtimi jam këto te vllaznia, edhe inshallah plotësohen. Është sakrificë sot të merresh me futboll një djalë i ri që ndoshta shokët e tij, moshatarët e tij ndoshta kanë zgjedhur diçka tjetër të merren, ndërkohë që ju jeni angazhuar me futbollin? Normal se kur shef shokët e tuaj të dal nëpër kafe, nëpër lagje tu bë xhira dhe ti je i angazhuar në futboll, tu bë stërvitje tu bë stërvitje individuale në shtëpi, adin e ke një atë që nuk je edhe aq i gëzuar, a kupton? Po një ditë ka më shpërbly edhe kjo gjë. Është sakrificë sot të merresh me sportin e futbollit? Tepër sakrificë, se gjaja para është se kur kryjnë stërvitjen, me tesha e stërvitjes duhet mi qute shtëpia mu la, edhe i kja, masaner rruga që baj, se kam shtëpinë larg, rruga që baj, lodhja, masaner me një mu prind, normal sakrifica është.
Cila është ëndra e madhe e Gjesil Kaplanit? Ëndra jam është me ecë somonelt edhe me i bë krenar familjen. Cila është pika juaj më e fortë në fushën e lojës? Pika jam e më e fortë është shpejtësia. Shpejtësia se një këtë e kam bërë që fëmijë i vogël, që më thoshin të tanë shpejtësinë je i pa kapshëm me shpejtësinë që ke. Mendon se duhet përmirësohesh ende? Normal, asnjëri nuk linë perfekt edhe gjithkush ka gjëra për mu përmirësu. Për shembull, kam gjëra për me përmirësu teknikën, gjujtjen, gjëra shumëta, se nuk marron vetëm me shpejtësinë. Kush ka qenë trajneri që e ka motivuar më shumë deri tani në karrierën tuaj sportive? Me ta thonë drejtën, tanë më kanë motivu. S'kam dyshime që s'më ka motivu, po të tanë më kanë motivu një aty ku duhet. Që kam kënë do pika din që thosha pse kam fillu futbolin. Edhe ka pas trajnera që më kanë motivu, më kanë rrit moralin, edhe më kanë bëf prapa din me fillu një aty ku jam. Edhe më vazhdu prapë manel. Ka pas një moment të vështirë deri tani në karrierën tuaj? Po pas, normal, se normal kur merr dëmtimet, shumëta, mërzitesh edhe ti, lodhje, edhe ti ka i qefi, adin, se thu, me një dëmtim të madh me pas, kur po bahom, edhe kështu. E kënë quar ndonjëherë në mend për ta lënë futbollin, apo lë gjithçka tjetër dhe futbollin jo? E kam pas nërmen me lanë futbollin, mu fokusu të shkolla, se thosha dikur që futbolli s'ka me më thonë gja. Edhe tash shqyqyr Zotit, jam këto ku jam. Vllaznia. E thame që keni një kontratë tashme, profesionistë me ekipin e parë të Vllaznisë. Ëndra juaj e parë është të luash titullar me ekipin e parë të Vllaznisë? Po i ka është ëndra jam e parë, me fillu titullar, me dhanë maksimumin, me nimu ekipin, me shënu sa më shumë gola, edhe pse jo mi nxjerr kampion. Një djalë i ri që ka mundësinë që sot stërvitet me emra si Bekim Balaj apo të tjerë të njohur. Kjo besoj që është një kënaqësi dhe një motiv më shumë për të bërë më mirë. Unë jam tepër krenar që kam në staf profesionanin, kam në ekip si Bekim Balen, që normal më japin sugjerime, më ndihmojnë, më shtesin, edhe më japin, si thash, sugjerime që se si me lëviz në përfush, se si me gjujt, cila gjaja më e mirë, edhe ka është tepër e mirë. Ju mbështet vazhdimisht familja? Normal, gjithkohon, edhe në Korç me ikë, vjen aty mbrapa nesh, gjithmonë. Dhe cilë është porosia që japin familjarët, porosia kryesore që duhet ta kesh vat në vesh në çdo moment? Këtë moment është për me pas kujdes, me rujt kamët, edhe mas e ne me gëzu futbollin. Ju stërviteni çdo ditë. Është lodhje? Normal qa lodhje, se stërvitje po e lodhje, po angazhim, nuk i thojmë stërvitje. Çfarë pasionesh të tjera ka Gjesil Kaplanaj? Pasionet e mia tjera janë shkolla, kam pas qef me fillu edhe kam fillu për fizioterapi që ka tërheq shumë si gja, edhe pse jo mas me fillu edhe të ardhmet. Do të ndjesh të dyja derisa të mundesh, edhe futbollin edhe shkollën? Radhën e parë filloj futbollin deri në kulmin, deri sot plakom, kismet, deri sa kam mundësinë me lujt, mas e ne merrem me shkollën. Gjesil, të falenderit dhe shpresojmë që këto ëndra tuaja të realizohen. Shumë faleminderit për tejet.